Teksa Big Brother VIP Albania 5 po afrohet me hapin e madh drejt premierës së shumë pritur këtë të shtunë, më 20 dhjetor, pra pas skenat po vlojnë. Burimet e afërta me produksionin dhe Media Roz kanë nisur të zbulojnë emrat që pritet të sjellin debat, dinamika dhe surpriza në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Është tashmë e konfirmuar se Ledion Liço do të rikthehet si moderator i këtij edicioni, duke vijuar traditën e sezoneve të fundit. Ndërkohë, për panelin e opinionistëve, publiku është pothuajse i bindur se Arber Hajdari do të jetë sërish pjesë e formatit. Por kurioziteti më i madh i këtij sezoni mbetet emri i opinionistes femër, i cili ende nuk është zyrtarizuar nga produksioni. Për javësh janë përmendur disa alternativa, por së fundmi, në media ka nisur të qarkullojë një emër që ka ngjallur reagime të forta. Sipas burimeve të sigurta pranë produksionit, Monika Kryemadhi thuhet se është emri që po konsiderohet seriozisht për këtë rol. Një zgjedhje që, nëse konfirmohet, pritet të sjellë një tjetër nivel debati dhe analize në studio. Lajmi është pritur pozitivisht nga një pjesë e publikut, i cili sheh te ajo një figurë me përvojë, intelekt dhe karakter të fortë, element që shpesh e bëjnë një opinionist të paharrueshëm në këtë format. Deri në konfirmimin zyrtar nga produksioni, gjithçka mbetet në kuadrin e spekulimeve, por një gjë është e sigurt, VIP Albania 5 po nis me shumë zhurmë. Po ju, si e shihni këtë zgjedhje të mundshme? Do t'ju pëlqente Monika Kryemadhi si opinioniste? Shkruani mendimin tuaj në komente.